Kemi një tjetër recet, avash të sjellim edhe produktet e tjera. Lexove që mbaruam, lexove to që të fillojmë tani, që do unë të jem... Ta zbulojmë recetën. Është një sallatë tepër e shëndetshme. Nëse deri tani kemi kaluar në fazat e recetave nga gjella me barbunja tek pastiqe me perime, tani kjo receta është akoma dhe më e shëndetshme, është një sallatë me oriz të zi. Do t'ju tregoj edhe pak kuriozitet për orizin e zi që kemi në tryez. Na duhet një filxhan me oriz të zi, e sjell Albana skotin, një kastravec, një spec të kuq, gjysmë filxhani misër të zier, një karot, 2 lugë gjelle vaj ulliri, një tuf majdanoz, domate të vogla, lëngu i gjysmës së një limoni, kemi krip piper për shije, fara susami të pjekura. Fara të bardha, fara të zeza susami, si të doni ju, po kësa recete kam përshtypje i shkojnë ato të bardhat që ne kemi në studio. Tani, do të gatuaj me orizin më të mirë në treg të importuar, si që është skoti venere. Kjo emri i perëndeshës romake dhe dashurisë edhe të bukurisë, është patjetër e merituar për këtë oriz të zi, sepse është 100% oriz i zi italian, me një aromë fantastike, ka një aromë të jashtëzakonshme, teksa zien ka një ngjyrë pak më të hapur, një ngjyrë si Leila. Dhe prodhohet aty në tokat autoktone të Piemontes edhe në Sardejnë, në luginën e mrekullueshme Tirso, sepse aty janë fermerët të cilët e kultivojnë, e përpunojnë këto kokra, orizin e zi skoti, ndaj edhe është ekskluzivisht bio, rreth 15 fermerës që e prodhojnë, ndaj dhe kemi kënaqësinë dhe fatin që Teuta na e sjell edhe për ne, konsumatorët, për ta provuar dhe për të marrë të gjitha vlerat e jashtëzakonshme. Mund të them që orizi më i mirë është ky oriz i zi. Se ne kemi të bardhin, patjetër që kemi për më shumë vlera. Nëse ne te oriz i bardh, shkojmë që të gjejmë diçka, një aromatik, ka aromën, ka shijen. Po. Do minutazhin ka vetë këtë emër, pse i ka vendosur dhe emrin e bukur të perëndeshës romake të dashurisë edhe të bukurisë, për këtë aromë fantastike, për vlerat e jashtëzakonshme që ka, ndaj mos e kurseni, përdoreni, provojeni për shijen dhe për vlerat për shëndetin tuaj. Sa minuta të mori për t'u zier? Kërkon më tepër se orizi tjetër patjetër. 45 minuta. Do 45 minuta, do ujë shumë të bollsh, sepse duhet ta lënë, jo të vazhdojmë të shtojmë ujë. Jemi lloj kokrës, kokër pas zhveshur, është 100% oriz i zi italian. Dhe, nëse ju, edhe për pak, na duhet të ziejnë vezët. Me lëngun, që lëshon me ujin, që lëshon... Ashtu, mund të ngjyejmë edhe vezët e pashkës. Interesante, një rrugë e dy punë, pra. Tani do të përgatisim një sallatë me orizin e zi venere për të gjitha shijet. Si që tham, e kombinojmë me pak kastravec, pak spec të kuq, pak karot, misër, domate të vogla, e të tjerë. Pastaj do të shtojmë nga këto farat që kamera jonë po i tregon, kemi farat e susamit diku aty. Do ta kemi të hapur dhe pakon. Ja ku kemi farat e susamit, të cilat në daç i pjekim, në daç i lëm kështu siç janë, sërish janë të mrekullueshme. Kush i do për të tekstuar aromën, po kam përshtypjen më aromë ndjell se çka orizi. Do ta lë, po, nuk do ta pjek, sepse orizi është aromatik shumë i mirë. Pra karotën, që do ta kaloj në rende, niki je ku je, i bëre ku i bëre gjitha gjërat. Po patjetër, do ta marr tani karotën, do ta vri këtu në rende. Ose në të kundërt mund të marrësh edhe blenderin, pa problem. Ja, kemi gati renden. Shtoj. Unë do të shtoj më tepër, sepse dua ta heq edhe si mas misrin. Do të kaloj pomodorin, nuk do ta pres në kubik të vegjël. Është pomodori qershi, edhe
pomodorin e kemi në mënyra të ndryshme. Në një enë që unë kam, shtoj që pak soja, që mos të shtoj krip. Ja. Shtoj vaj. Shumë pakës, shumë pakës krip. Vaj, sojën dhe kripën aty, për së salcën që kemi. Gjysmën e një limoni. E marë sërisht. Shtoj pjesën tjetër. Shohim. Djetë që kër e shpërbëjmë këtë pjesën e salcës, ka një densitet është e trash. Po. Nëzi shpërbëhet. Duket si kur kemi karamelizuar diçka. Po. Vaj pa tjetër që më duhet. Do të shtoj masën e karotës. Do të marë tulash diku, bishta... Ja i kam këtu. Bishtat e majdanozit. Shtoj orizin dhe bishtat e majdanozit. Ja pra një mënyrë që ti përdorim dhe bishtat edhe në gjellë edhe në për salata, nuk i hedhim poshtë. Asë majdanozit, asë bishtat e koperit. Lërin të qëndrojnë në gotën e ujit ose një kavanoz me ujë dhe ato do të lëshojnë dhe pak nga nutrientët e tyre dhe ju e shfrytëzoni atë ujin, qoftë edhe konsumoni e pini. Por ti dhe një shije më të veçantë. Disa gjethe me mente. Për një shije pak sa më të veçantë. Super. Të gjitha, i largojnë. Është momenti që ta përzijem dhe do të sjellim, sa të bëhet përzierja, do të sjell gjellën me barbunja, se e shoh që ka nevojë të dali nga fura tani. E përzijem. Kështu në tigan. Të lumt. Shtoj. Dhe më ardhe një pjatë shpejt, se mbaruan minutat. Dresingun. Me një të shesht. Të bardhë, po. Dhe, ja ku e kam. Ose të bardhën, me qënë se ka ngjyra pjata dhe theksohen më shumë. Servirim edhe salatën tonë, do t'i gjeni recetat në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Edhe pastiçoja do të jetë gati. Një pjesë këtu një këçoja atje. Kjo është. Për mua e gjitha? Për ty ja, kam këtë të vogla këtu. Tani, që t'ju them unë? Ngjyra plot, shije. Vetëm kohë të keni për t'i gatuar, edhe dëshirë, edhe pak ndërgjegje që të ushqemi shëndetshëm. Të falenderoj, të lumshin duart, fundjavë të bukur. Ne do t'ju presim pas pak sërish në Rezen ton me të ftuarat tona, me tematikat që unë përmonda. Ju pres pas pak, të lumshin duart. Pastiçën e kemi për në coverin e YouTube-it.